Monologu i sotëm do të jetë për kohën, do flasim për kohën kombëtare. Në këtë vend ka shumë pasuri, të cilat ne i shfrytëzojmë në mënyrë barbare. Por një pasuri të madhe që ne kemi, nuk dim ta shfrytëzojmë, dhe kjo është koha. Po si e përdorim në kohën tonë kombëtare? Po a them unë, me politik, me futboll, me broçko dhe matrakër. Dhe vitet kalojnë, dhe flokët thinjen e bien dhe jemi aty ku kemi qenë në fillim. Ne duhet të na vit turp nga skafistët, të cilët i vën 4 motor skafit që t'i ikim më shpejt. Ne duhet të na vit turp nga trafikantët, të cilët shkojnë dhe gjejnë kush fara më e mirë që mbin më shpejt. Ne duhet të na vit turp se po na ikin fëmijët, kalamajt tanë, më të mirët ndër ne, dhe po na i merr bota. Ne duhet na vit turp se kemi kaq dekada që duam të integrohemi dhe nuk jemi integruar. Është e tmerrshme që ne nuk po arrim të prodhojmë dot diçka të madhe. Thuhet se Roma nuk u bën në një ditë, por për ditë na pak. Po ne çfarë po bëjmë për ditë na pak? Asnjë gjë të madhe, asnjë gjë për të cilën brezat tan mund të mburren. Individ, pa asnjë lloj personaliteti, hyn thellë në ndërgjegjen tonë, pa leje, dhe rrin aty, duke mos prodhuar asgjë. Dhe ne njohim ata, por nuk njohim ata që ngritën këtë kom, që dhanë jetën për këtë kom, që dhanë gjakun për këtë kom. E pra, këto ngjarje që po ndodhin sot, fëmijët tanë që po na ikin, janë ngjarje që duhet të na bëjnë të reflektojmë. Është njësoj si ta rritësh lopën, ta bësh gati për qumësh, dhe në çastin që ti do t'i marrësh qumshin ta merr komshiu. Për mua, mund të bëni si të doni. Unë shpresoj veç që një ditë t'u bjerë nga goja biberoni. Faleminderit, natën e mirë dhe takohemi javën e ardhshme.